Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akujnë vetëm Allah subhana, ata e losë dhe aty përgjëron që të rafdroj dhe të begoj dokumentin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të përzgjedhur. Të nduar vëllezër dhe motra, në analizat kritikuese dhe verifikuese të njerëzve, të shkollave, po edhe të mendimtarëve në përgjithësi që ja bojnë ideve, koncepteve, filozofive, ideologjive, kështu me radhë, gjejmë që ndiqen disa metoda ose metodat kryesore të verifikimit ose të nxjerrjes së saktësisë ose metodat të shpërfaqjes së kotësisë së idesë. Në një prej metodave shpesh herë të ndjekuna për me shpalos vërtetësinë e një ide ose metodave për me pa sa qëndron një ide, një prej metodave është duke e lexuar idenë ose duke e krahasuar atë në bazë të fundamenteve dhe ose koncepteve fundamentale edhe koncepteve aksiomatike. Saktësisht, e marrim një ide, e marrim një thirrje, e marrim një koncept, edhe shohim a përplaset me ndonjë të vërtet fundamentale ose a përplaset me ndonjë logjik absolute ose a përplaset me diçka aksiomatike dhe rrjedhimisht pastaj në bazë të këtyne e vlerësohemi sa qëndron një ide, sa qëndron një koncept, sa qëndron të thotë një filozofi. Për shembull, është fundamentale tek njerëzit, është diçka do të thotë e ditun, që zhvillimi i njeriut në jetë varet fuqishëm ose pashmangshëm varet nga zhvillimi i mendjes së tij dhe i dijeve të tij. Dhe në këtë rast, për shembull, nëse vjen një filozofi, edhe një ide e cila investon në ignorancë ose këmbgul për ta zhveshur njeriu nga dija dhe nga zhvillimi intelektual dhe për ta çuar tek një dekadencë edhe një rrëmje intelektuale, në këtë rast e shohim që ekziston këtu diçka që është problematike ose diçka e cila përbën çrregullim. Ose për shembull, është aksiomatike që në jetën e njeriut, përputhshmëria e njeriut me ligjet e jetës ose me ligjet fizike i garanton më shumë jetë mirë dhe funksionale. Dhe nëse diçka vjen e cila insiston për t'u përplasur me ligjet fizike ose me ligjet e jetës, e shohim që ose të paktën na ngreni dyshim që diçka nuk është duke funksionuar. Kështu që ekziston në Islam, në fen Allah subhanahu wa taala, një fundament, është fundament i Islamit, po është fundament i jetës, është fundamenti i logjikës, është fundamenti i të natyrshmës, do thotë nuk është një fundament për cilin ne duhet të flasim për të sjell prova. Është një fundament, do thotë, i pranuar. Ekziston në Islam një fundament që i jep bukurinë Islamit, por jo vetëm. Është kriter, është standard, edhe është matësi edhe vlera e çdo pore të Islamit. Do thotë, kudo që e analizon Islamin, kudo që e lëshon syt Islamit, kudo që e bën një analizë, një lexim, qoftë madje edhe kritik në raport me të vërtetat islame, do ta gjesh këtë fundament. Saktësisht, nëse i qasësh besimit, kimë gjetën këtë fundament. Nëse i qasësh adhurimit, kimë gjetën. Madje nëse i qasësh ndalesave, të cilat ndoshta i mendon thjesht si kufi fetar, edhe aty kimë gjetën këtë fundament, sikundër që në çdo dispozit e ngjan, do thotë, këtë fundament. Kam fjalën sonte për fundamentin e drejtësisë. Fundamentin e drejtësisë. Saktësisht në fen Allah subhanahu wa taala, drejtësia është bazë, drejtësia është themel. Drejtësia është parim, drejtësia është diçka e pakalueshme. Drejtësia është ajo që në çdo pjesë të Islamit, në çdo copës të Islamit, e gjojmë që Islami është ndërtuar mbi drejtësi. E gjojmë që Islami thret në drejtësi. E gjojmë që Islami e tërheq tutje, do thotë, edhe e çon tutje edhe e zhvillon konceptin edhe idenë e drejtësisë. Ky nuk është pretendim. Ne kemi disa ligjërata tutje, inshallah, që kemi me trajtuar bukuritë e Islamit, edhe madje ndoshta në çdo ndalje, qoftë tek adhurimet, qoftë tek dispozitat, qoftë tek ndalesat, qoftë tek kodi penal i Islamit, qoftë madje edhe te rregullat e përditshmërisë, kemi për të pasur se kodi do thotë i drejtësisë është kod i pashmangshëm, edhe është kod i cili në sajt të tij ndërtohen, do thotë, çdo kat edhe çdo fundament edhe çdo aspekt i fesë Allah subhanahu wa taala. Çka është drejtësia? Këtë rast tendenca dhe përpjekja për me definu drejtësinë mund ta komplikojë të shtjellimin ton. Saktësisht gjithsesi për neve duhet më referuar një dije të natyrshme që gjithsesi për neve e kemi në raport me drejtësinë, qoftë aspekti i aprovimit, qoftë aspekti i përfiturimit, po qoftë tek aspekti i vlerësimit. Do thotë çka është, pse ja vlen,
qyshe mendomi drejtsinë është do thotë e kodume edhe është e gdhendun edhe e skalitun në natyrshmërinë njerëzore. Megjithatë, gjithsesi ne gjejmë që drejtësia si koncept edhe si nocion i kthehet diçka e cila mbështetet në të vërtetën edhe nuk përplaset me të vërtetën. Diku tjetër për shembull e gjejmë drejtsinë diçka që është e vërtetuar, po edhe e gjejmë do thotë si diçka e cila është pa shtrëmbrime dhe pa lakime. Ndërkaq në ato shtjellimet filozofike edhe shtjellimet shkencore të fushave gjegjes të cilat merren me përkufizimin e këtyre dukurive edhe koncepteve, për shembull nëse i referohemi madje edhe filozofëve të vjetër, do thotë drejtësia shpjegohet kryesisht në kuadër të konceptit të harmonizimit të gjanave edhe të mos përplasjes pabarabartë, do thotë që e prish harmoninë. Ose diku tjetër tek filozofët e gjejmë kryesisht si koncept i zhvillimit edhe ecjes përbrenda rendit, pa dalë do thotë prej rendit. Ndërka që në literaturat të tjera, madje edhe sidomos tek ato fetare, e gjejmë kryesisht drejtsinë të shpjeguar nga ana e kundërt, domethënë diçka ku nuk ka padrejtësi edhe nuk ka dëm, që i bie nëse i mohohet një diçka e dëmi, nuk bëhet dëm, edhe i mohohet do thotë zullumi, padrejtësia, në këtë rast kemi të bëjmë me konceptin e drejtësisë, mirë po nuk jam interesuar ta shtjelloj nga ky këndvështrim për arsye se është do thotë ngarkesë ndoshta për kornizën e ligjëratës, mirë po është e rëndësishme ndoshta tutje teksa të marrim disa shembuj të kontribuojmë në përkufizim kuadër të shembuj, sepse këtu janë dy metodologjia të cilat shpesh ndiqen nga autorë ndryshëm. Ndonjëherë ndiqet metoda e përkufizimit dhe pastaj sjelljeve të shembujve, ndonjëherë sjellen shembujt dhe në soj të shembujve ndërtohet botkuptimi. Dhe unë këtë metodën e dytë në shumë të raste e preferoj për arsye se shembulli e leson ndoshta edhe mbajtjen mend të përkufizimit, por jo vetëm kaq. Mbi atë bazë pastaj ndërtohen edhe shembujt e tjerë të cilat mund të kuptohen edhe më lehtësisht. Ndaj ne konstatojmë, besojmë, ne madje edhe sfidojmë që Islami drejtsinë e ka bukuri të vetën, e ka fundament të vetën, mirë po e ka që nuk i mungon në asnjë element, në asnjë segment edhe në asnjë copës të tij. Allahu subhanahu wa taala padyshim ne jemi të detyruar për ta vërtetuar këtë, më referua kumtesës hynore, proklamatës që Allah subhanahu wa taala e ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur referohemi në Kuranit, na shohim se Allah subhanahu wa taala na flet për drejtsinë. Për shembull, Allahu te barekuhu teala na mëson edhe na tregon se si ne ti lexojmë dhe si ti qasim i fjalëve të tij, Kuranit, shpalljes, dhe rrjedhemi si ti qasim i fesë së tij. Thot Allahu te barekuhu teala: "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dije që fjala e Zotit tënd është për plot vërtetësi edhe është për plot drejtësi. Kur Allah subhanahu wa taala na tregon këtë përshkrim për fjalën e tij, na jep më në kuptuar që shibe më kon feja e tij, se feja e tij është ndërtuar mbi këto fjalë. Do thotë feja Allah te barekuhu nuk është përurje njerëzore, nuk është do thotë mendim i sajum, qoftë nga profetët apo nga idhtarët e profetëve apo nga ata dishepujt e profetëve. Realisht do thotë feja Allahut azza wa jall, qoftë ajo fe që është e shpallur profetët përparshëm, po qoftë kjo e cila i shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që të gjitha janë do thotë shpallje pe Allah subhanahu wa taala, thotë Allah azza wa jall: "La mubaddila li kalimati." Nuk ka diçka që e shtrembron edhe ndron edhe zëvendëson fjalën e Zotit. Cila është fjala e Zotit? Kjo e cila është do thotë për plot drejtësi edhe për plot vërtetësi. Diku tjetër, Allah subhanahu wa taala, keni vëmendjen këtu kur Allah subhanahu wa taala na e jep që ajetet janë për plot drejtësi, fjalët e tij, versetet kuranore janë për plot drejtësi, i bie që edhe çdo dispozitë dhe çdo norma dhe çdo rregull dhe çdo ndalesë dhe çdo vije që del nga këto ajete i bie të jetë drejt. Edhe i bie të jetë mbi parimin e drejtësisë. Dhe shpesh njerëzit nuk e kuptojnë kësaj fen edhe urdhëresat vetare, ndalesat vetare, pikërisht sepse drejtësia shpesh nuk është në anën e tyre, nuk është në anën e egos së tyre, nuk është në anën e prirjeve të tyre të keqe, edhe të lakmive të tyre, do thotë të këqija. Ndaj kanë tendencë për ta arsyetuar vetveten dhe për ta fajsu pastaj do thotë drejtsinë hynore, e që Allah subhanahu wa taala do thotë e ka rrëzuar në diçka të tillë. Allah azza wa jalla tregon që shpallja dhe proklamatat hynore dhe ato të profetëve janë përgjithësi mbi bazën e drejtësisë, thotë Allah subhanahu wa taala, thotë: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Thot ne u kemi zbritur njerëzve shpjegime, u kemi zbritur njerëzve shpallje, u kemi zbritur proklamata, u kemi dërguar profetë që u shpjegojnë njerëzve dijet.
Thotë dhe ne me profetët kemi dërguar libra dhe drejtësinë që ata me këtë drejtësi të gjykojnë drejt mes njerëzve. Domethënë, proklamata vjen për t'i drejtu njerëzit me i pru të vija e drejt. Misioni profetëve ka pikërisht për objektiva kryesore për t'i sjellur njerëz tek drejtësia hinore, për t'i sjellur njerëz tek drejtësia e padiskutueshme, tek drejtësia domethënse dhe drejtësia e cila i harmonizon krejt do thotë krijesat, nuk është drejtësi do thotë selektuese, as nuk është do thotë drejtësi e cila bie ndesh me vetveten, e aq më tepër të jetë një peshojë që mo do thotë të jetë motje që mot me dy peshojë. Madje Allah subhanahu wa taala edhe një koncept të besimit e shpjegon kuadër të drejtësisë e që është një thirrje për ta kuptuar pastaj më në thelb këtë si çështje. Thot Allah subhanahu innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Allahu e fillon krijimin fillim, edhe pastaj e rikthen, do thot i ringjall njerëzit pasi që të kanë vdekur. Thot liyajzi alladhina amanu wa amilu s-salihati bil qist. Dhe krejt kjo, ringjallja ndodh që njerëzit e mirë, njerëzit që kanë bërë punë të mira, njerëzit që kanë besu, edhe kanë bërë punë të mira, ta gjejnë shpërblimin e tyre dhe kjo të ndodh me drejtësi. Domethënë, në ditën e gjykimit, ringjallja një prej arsyeve pse ndodh është që njerëzit e mirë ta gjejnë rezultatin e veprave të tyre. Thot pastaj Allah subhanahu walladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa 'adhabun alim bima kanu yakfurun. Ndërkohë ata të cilët kanë mohu, nuk i kanë nështruar Zotit dhe nuk e kanë besuar, do thotë shpallin Allah subhanahu wa taala, por ta do të ketë dënim prej valës dhe një dënim të dëmshëm për shkak të mosbesimit të tyre. Ndaj shpesh njerëzit të cilët kanë problem për ta kuptuar temën e ringjalljes, ftohen që me rishikuar ndërtimin e kësaj të vërtete, kuadër të temës së drejtësisë. Do thotë nuk ish pas kuptim jeta, nuk ish pas kuptim ekzistenca, nuk ish pas shumë çka kuptim nëse nuk ish pas ringjallje, sepse pastaj kriminalët nuk do ta merrnin dënimin dhe njerëzit e mirë nuk do ta merrnin shpërblimin. Ndaj nëse dikush fjalabie pyet pse u deshka me ekzistuar kjo drejtësi, është natyrshmëria e cila e fton njeriu në diçka të tillë. Saktësisht, nëse ne e shohim që gjithçka në tokë funksionon me drejtësi, nëse e shohim që edhe qejta dhe toka dhe funksionimi i saj është me drejtësi, gjithçka ekziston me drejtësi, edhe çdo çrregullim është dalje prej rendit të drejtësisë, atë nuk mund ta mendojmë ndryshe Zotin vetë si të drejtë me drejtësi absolute, që përderisa e ka bërë këtë jetë kaq të kufizuar, kushdo që ka bërë vepra të këqija, sado që dëshkohet, nuk mund ta merr në dëshkimin e merituar, sikundër që kushdo që ka bërë vepra të mira nuk mund ta merr në këtë botë kufizuar me shpërblimin në plotësi, mendojmë se do të më ekzistojë do thotë një jetë ku nuk barazohen të mirë dhe të këqijt. Nuk barazohen dhe nuk u shkelet e drejta njerëzve të mirë dhe nuk u jepet një drejt pa merituar do thotë njerëzve të këqij. Thot Allah subhanahu wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. A ditë në ditën e gjykimit, pas ringjalljes i vendosim peshojat. Thot Allah subhanahu fala tudlamu nafsun shay'a. A ditë asnjë shpyrti, asnjë krijesë, asnjë njeri nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Gjithsecili do ta merr rezultatin e veprave të veta. Thotë in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Edhe nëse bëhet fjalë qoftë edhe për një vepër posa një far, posa një bërthon, posa një copë e vogël, ne do ta sjellim atë për ta peshuar ditën e gjykimit, o kafa bina hasibin, dhe mjafton që ne me ata të cilët do t'i marrim njerëzit llogari. Mjafton ta kuptosh që është llogaridhënia para Allahut dhe ky Zot fuqiplot që i merr krijesat llogari është i drejtë. Do të thonë Allah na fton të jemi të qetë, që të jeni të qetë që dita e llogarisë është ditë e dhënies së llogarisë para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo qetësi rrjedh nga besimi ynë se Allahu subhanahu wa taala është i drejtë dhe feja e tij është ndërtuar mbi drejtësi dhe ringjallja është koncept drejtësie dhe dhënia e llogarisë do thotë ka të bëjë sigurisht me drejtësi. Madje Allahu subhanahu wa taala edhe dërgimin e pejgamberëve, do thotë dërgimin e njerëzve të cilët i kanë ngarkuar me shpallje, e konsideron një prej arsyeve për ta përmbushur parimin e drejtësisë. Për ta përmbushur parimin e drejtësisë. Kuptimin që në ditën e gjykimit mos ketë njerëzit arsyetime që po dënohen padrejtësisht, qysh po dënohen ndërkohë nuk i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala shpjegues edhe qartësues. Thot Allah azza wa jall, "Wa li kulli ummatin rasul." Ne çdo popull i kemi dërguar një profet. Çdo pjesë të njerëzimit, çdo gjenerat të njerëzimit i kemi dërguar një profet. Thot fa idha jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. E kur t'ju vjen aty në pejgamberi, kur t'ju vjen profeti,
Pastaj çështja ndërtohet mbi drejtësi dhe ata nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Do thotë kush e ndjek profetin fiton shpërblimin e Allahut dhe kush përgënjeshton profetët dhe nuk rreshtohet pas tyre e meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për të na edukuar që kjo fe është fe e drejtësisë, për të na edukuar që dispozitat e saj janë dispozitat e drejtësisë, pastaj Allahu na edukon që edhe sistemimi ynë, edhe formimi ynë si besimtar të jetë mbi urdhresën e drejtësisë. Domethënë na udhëron Allahu subhanahu wa taala të jemi të drejtë dhe këtë na e bën obligim fetar. Domethënë na e bën një detyrë prej detyrave fetare. Kështu që të qenë i drejtë nuk është diçka thjesht që e kompleton njeriu, por është diçka fundamentale për ta shpërfaqur fetarin tonë dhe Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Thot kur të falni drejt. Edhe nëse bëhet fjalë që do të më fol diku ndoshta, me e thoni të vërtet, po që nuk është në favorin e të afërmit tu. Thotë e ka ndodhur një padrejti, ka ndodhur një keq kuptim, edhe nuk është e drejta në anën e të afërmit tu. Thotë Allahu azza wa jall kur të folni, nëse ju jepet rasti më fol për këtë rast, thunë të vërtetën, thunë të drejtën. Mos mani anë edhe të jeni të padrejtë. Thotë Allahu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum au il-walidaini wal aqrabin. Thotë që keni besu, jeni njerëz drejt. Baneni parim të jeni për hir të Allahut, njerëz të drejt, edhe të thoni dhe dëshmoni drejt, madje edhe nëse është kundër vetvetes, madje nëse është kundër prindve tuaj, madje nëse është kundër të afërmve. Kjo e tretë, këtu dyja, domthonë të dëshmimi kundër vetvetes edhe kundër prindërve. Për njerëzit është shumë e largët për ta menuar. Mirë, po kjo është udhëresë kuranore. Do thotë nëse prindi ka bëu krem, nëse prindi ka bëu shkelje, nuk i drejt me mshef, nuk i drejt do thotë ta amnistosh. Nuk është e drejtë e jotja, do thotë të drejtën e tjetër kujt t'ja lejosh me prindve, madje as vetes. Dhe nëse kësaj është urdhëresa kuranore që kimë thon drejtën, kimë dëshmu për drejtën, madje edhe kundër vetvetes, madje edhe kundër prindve, madje edhe kundër të afërmve. Imagjino çish mundën më kanë dispozitat e fejas ndërtuame, çish mundën më kanë dispozitat e fejas të sistemuara, çish mund të kanë rendi fetar, çish mundën më kanë dispozitat e fejas. Sigurisht janë të zbukuruar me parimin e drejtësisë. Madje Allah subhanahu wa taala çështën e drejtësisë na e përmend edhe në detaje fetare, jo vetëm në urdhëresa në kuptimin e përgjithshëm, por madje edhe në disa detaje të cilat jo domosdoshmërisht trajtohen në kuadër të qenit obligim apo diçka e pëlqyme, po sa trajtohen si detaje të përditshmërisë së njerëzve. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala në një prej ajeteve ku na tregon se si bëhet borxhi, se si jepet borxhi, se si duhet të kemi dëshmitar, se si ta shënojmë, domthonë ku na fol për konceptin e evidencës. Koncepti i evidencës mund të jetë një koncept shumë detaj. Domthonë ta menojmë për shembull për dëshminë tonë, ndoshta nëse për shumë punë që mund t'i kryjmë na me mirëbesim, për shumë punë që ndoshta na i kryjmë thjesht mbi ndërgjegjën, kuptimin që nuk dyshojmë njëri tjetrin, apo konceptin e evidencës e konsiderojmë thjesht procedurë. Allahu subhanahu wa taala edhe këtë procedurë ne sjell dhe na shpjegon kodët të drejtësisë. Thot Allahu subhanahu wa la tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Thot mos ngurroni që kur ta keni një borxh, ta keni një kontratë, ta keni një marrëveshje, shkruajeni. Pa marrë parasysh kushin. Këto ajete kanë zbrit kur kanë ekzistuar njerëz më të mirë në botë. Sahabët e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kështu i ka porositur edhe sahabët edhe njerëz më të mirë që janë kanë atko. Domethënë sot vlen edhe 1000 herë edhe 10000 herë edhe pafundësisht herë më shumë se sa në atko. Thotë mos ngurroni me e shkruajt, çfarë do lloj marrëveshje, çfarë do lloj kontrate, mos ngurroni me e shkruajt, qoftë e vogël apo e madhe. Thotë dhalikum aqsatu inda Allahi wa aqwamu lish-shahadati wa adna an la tartabu. Thotë sepse kjo është më afër drejtësisë. Më shumë më lehtë me rujt parimin e drejtësisë nëse i shkruajmë gjanat, nëse mojmë evidencë. Thotë është më lehtë pastaj me dhënë dëshmi, po thotë edhe më shumë gjasa që të jeni të sigurt mos me pas dyshime. Ishte kështu apo nuk ka kështu, ose imi morë vesh kështu apo nuk imi morë vesh kështu. Domthon, pa më parasysh, nëse analizon këtë treshe, domthon, më lehtë më drejtësinë, më lehtë do të thotë jep dëshmia nesër për një tillë, edhe më pak e dyshime, Allahu subhanahu wa taala na edukon edhe për çështën e evidencës. Na edukon edhe për çështën e evidencës. Ndoshta dikush kur i analizon këto ajete, i mendon vetëm se Allahu subhanahu wa taala po na edukon për të qenë njerëz shumë të disiplinuar, njerëz shumë drejtë kështu. Allahu na edukon kësaj. Mirë, po krahas kësaj ekziston edhe një edukim që ndodh brenda këtyre ajeteve që po i citoj dhe që komi cituar tutje. Është edukimi i sigurisë tënde
me çfarë Zoti do thotë këtë bësh, ose prej cilit Zot jetë e morë shpalljen, do thotë jetë duke ndjek shpalljen e cilit Zot, ose proklamata dhe feja pas cilës i rreshtu, do thotë cilin bazë edhe cilin parim e kohë prej të evidenca deri tek temat më të mëdha, do thotë të fetarisë. Thotë Allah subhana, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron që gjanat që ju lihen juve amanet me i çun vend. Të është lënë diçka amanet, ti dush me çute ku ne i takon ajo. Thotë idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Edhe kur gjykoni mes njerëzve të gjykoni do thot me drejtësi. Thot inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih. Sa mrekullueshme është kjo që Allah ju këshillon juve. Do thot Allahu jo vetëm që na urdhëron, po jo vetëm kaq, po na lavdëron këtë si koncept, këtë si ide, këtë si çështje që është shumë e mirë kjo për juve. Do thot mos e merrni këtë si ngarkesë, mos e merrni këtë jo si do thot pse janë gjithë rregulla, evidenca, amaneti, kështu me radhë, drejtësia, gjykimi, gjithçka do të thonë si urdhresa, jo, nuk ka vetë si urdhresa. Allahu po do me tregu që kjo është shumë e bukur. Do të thonë feja jote që të mëson, deri që këtë hollësi, që më kon shumë i drejtë, më kon shumë i saktë, më kon shumë korrekt, më kon shumë në përpikmëri edhe në përputhshmëri me realitetin, kjo feja është domethënë shumë e bukur edhe përkatësia jote do të jetë shumë krenare në këtë fe të Allahu subhanahu wa taala. Madje Allahu subhanahu edhe fetarinë në përgjithësi na kurzon me konceptin e drejtësisë dhe me parimin e saj. Thot Allah subhana, ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. Ato që keni besu. Jeni parimor që për herë t'jeni kanë drejtësisë. Për herë të gjykoni drejt. Thot wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. Kur mos ju bëj armësia ju me një popull që t'jeni të padrejt ndaj tyre. E keni mos pajtem, e keni keq kuptim, e keni situatë përplasje me dikë, edhe vjen një moment që ai ka drejt dhe ti s'ki drejt. Allahu po porosit edhe në këtë rast, nëse ai ka drejt. Fakti që ti e keni armiqësi me ta, mos më të bëj me dal pi parimit të drejtësisë. Thot Allah subhana, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Thot jeni drejt se kjo më afër devotshmërisë. Thot nuk është ideja e devotshmërisë fen Allah subhanahu wa taala, ide që ka të bëjë vetëm me adhurimet. Nuk është fe që ka të bëjë vetëm me aspektin e shpirtëror dhe besimor. Allah subhanahu wa taala në këtë ajet për shembull takvallukun devotshmërinë për kushtimin e Allahut po e lidh me parimin e drejtësisë. Do thotë nëse ti je i drejtë, madje edhe në situatë ku përballë teje është domethënë një armik i yti, ose me dikani i cilin tu ka prish reni i bisedës ai muhabetit, domethënë për herë ti e ke parimin e drejtësisë, edhe nëse kundër vetvetes, edhe nëse kundër prindërve, edhe nëse do thotë kundër të afërm. Madje Allah subhanahu wa taala kur do më kallëzu këtë përcaktim të këtë prani kaq domethënë madhështore dhe absolute të drejtësisë në çdo pjesë të fesë, na tregon se edhe përcaktimet e njerëzve në raport me Allah, në raport me besimin e tyre në Allah subhanahu wa taala, saktësisht njerëzve të dishëm, pikërisht janë përcaktime të bazuara në drejtësi. Do thotë një njeri dishëm, kur është i drejtë, s'ka qysh me përfundu ndryshe vetë se domethënë të besimi. Nuk mundet me përfundu dikë tjetër. Domethënë drejtësia, dija dhe drejtësia kanë me qut do mos kanë me qut të besimin Allah subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allahu ka dëshmu se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Po jo vetëm Allahu, kanë dëshmuar edhe engjujt, po edhe dietarët cilët e thonë drejtën, cilët domethënë e jetësojnë parimin e drejtësisë. Do thotë i dishëm, po edhe do thotë parimor të parimi i drejtësisë. Madje Allah subhanahu wa taala ku i lavdron popujt, që kjo është një temë ndoshta në vete, i lavdron popujt mbi bazën e drejtësisë. Kuptimin që ndoshta shumë herë qoftë ndaj vetëve tona, ndaj familjeve tona, qoftë ndaj fiseve dhe lagjeve dhe qyteteve dhe kombit e kështu me radhë, kur kemi vrejtje, ose kemi parahati, ose kemi momente zhgënjimi, është mirë me reflektu mbi bazën e drejtësisë. Thotë Allah subhana, wa mimmen khalaqna ummeten yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Thotë ne kemi krijuar popull dhe prej tyre ka popull, tash po përzgjedhen, po veçohen, ka që domethënë jetojnë edhe udhëzohen në parimin e drejtësisë. Ndaj, sikur se Allah subhanahu wa taala në shumë ajete të tjera na tregon që përplasja baza e njerëzve është pikërisht mbi bazën e pranimit ose mos pranimit të konceptit të parimit të drejtësisë. Do të ne mund ta kemi një gjuhë, na mund ta kemi edhe një identitet, mund ta kemi edhe një afërsi gjaku, mirë po nuk mund të jemi të njëjtë nëse nuk e kemi parimin e drejtësisë të njëjtë. Nuk mund të jemi të njëjtë nëse parimin e drejtësisë e zhvlerësojmë ose e konsiderojmë shumë periferik. Dhe Allah subhanahu wa taala na tregon për një kategori njerëzish që kanë mohu,
edhe nuk kanë besu, edhe kanë përfunduar në devime të mëdha, pikërisht sepse nuk kanë dashur të rreshtohen te parimi i drejtësisë. Thot Allah subhanahu innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist. Thot janë disa njerëz të cilët kanë mohuar ajetet e Allahut, kanë mohuar në argumentet e Allahut. Dhe vetëm kaq, i kanë vrarë profetët, kumtarët dhe të deleguarit e Allah subhanahu wa taala, dhe i kanë vrarë ato të cilët do thot kanë urdhëruar për drejtësi. Pse ka ardhur kjo? Do të them, pse njëri mu pozicionu kundër dikujt që urdhëron për drejtësi? Pikërisht arsyeja kryesore ka të bëjë që drejtësia nuk ju shkon për shtatë i krejve. Drejtësia nuk i ujit apetitat e egra të njerëzve lakmitar. Drejtësia nuk është në favorin e të keqës. Drejtësia është, do të thonë, sjellja në diçka në harmoni dhe në rend. Sjellja diçka në vendin e duhur. Thot Allah azza wa jall, teksa këshillon Davudin alayhis salam, i thot ne të kemi bërë ty prijes tek njerëzit, edhe ti je sundimtar tek njerëzit, thot fahkum baina an-nasi bil haqq. Thot gjyko mes njerëzve me drejtësi, sundo me drejtësi, qeveris me drejtësi. Thot wala tattabi al-hawa fayudillaka an sabilillah. Thot dhe mos e ndiq egon tënde e pastaj ajo me deviju ty për rrugës së Allahut. Do thot e kena një paralelizëm, domethënë shumë qartë. Ja kemi gjyku me drejtësi, ja kemi gjyku sipas egos. Është arsyeja pse njerëzit pozicionohen kundër drejtësisë, ose ngjarja më e shpeshtë e pozicionimit të njerëzve kundër drejtësisë, pikërisht ka të bëjë se ju prishën qefët edhe egot edhe epshet e tyre. Arsyeja njerëzit sot pse korruptohen, ose një qeverisje pse mund të ketë probleme serioze, pse mungon fjalabie për shembull një udhëzim se si duhet të funksionojë një administrim i caktuar. Jo domosdoshmërisht ka të bëjë me mungesë, jo domosdoshmërisht ka të bëjë me paqartësi se si mba drejtësia në atë farë sferë, në atë farë fushë ose në atë farë pune. Ideja është që injorohet ai udhëzim, injorohet ai shpjegim, injorohet ai kod i cili harmonizon dhe jep drejtat edhe vlerat ashtu siç duhet, pikërisht injorohet shkaku do thotë i prirjeve të këqija lakmitare të egos së njerëzve. Ndaj ne para se me eduku njerëzit të janë lider ose të janë njerëzit të mëdhej ose të janë njerëz me autoritet, është e rëndësishme mi edukum të janë pikërisht fillimisht njerëz drejt. Do thotë, ti je njeri para se ti jesh një profesor, ti jesh njeri para se ti jesh një mësimdhënës, ti je njeri para se ti jesh një politik bërës, ti je njeri para se ti jesh një sipërmarrës. Me investu në parimin e drejtësisë para se me pasën aspekte dhe fusha ku e aplikon pastaj drejtësinë apo pa drejtësinë tënde. Për arsye, njerëzorja e njeriut është shumë e lidhur ngushtë me drejtësinë e tij. Domthonë, aq më shumë njeri që është i drejtë, aq më është njeri. Edhe çaq më shumë që njeriu zhveshët për drejtësisë, domthonë del për njerëzorës. Del për njerëzorës, dhe madje nuk e di a kemi drejt ta quajmë që del për njerëzorës në veti kafshërore. Për arsye se edhe bota kafshërore në parimet përgjithshme e ka drejtësinë e vet, e ka ligjin e vet, i ka ato rregullat e veta. Po neve ndoshta për janësh mund të na duken pa drejta, mirë po për mrena do thotë ekziston ai ekosistemi dhe mënyra se si funksionon. Po do më marr një shembull se si Islami e shpjegon temën e drejtësisë. Po e marr vetëm një shembull për arsye se shembujt kanë më na shoqëruar në disa ligjërata, për arsye se kudo që kena më fol për shumë aspekte të fesë, udhëresa kështu më radh që do ta ritheksoj, do thotë një prej aspekteve që kam u nënvizu se feja e Allahut është e bukur, ose cila është bukuria e fesë Allahut është pikërisht do thotë parimi i drejtësisë. Për shembull, Allah subhanahu wa taala sa shumë na flet në Kur'an për matjen me drejtësi në peshoj. Do thotë ne mund ta konsiderojmë peshojën vagën diçka e thjeshtë, apo një koncept, domthonë thjesht, domthonë po mosim diçka në treg. Po i mosim 2-3 kg perime ose ku diun çka. Imagjino ky Kur'an madhështor na flet për këto detaje, për detajin edhe për do thotë procedurën edhe për parimësinë që çish do të më matën në peshore. Thot Allah subhanahu për shembull kur na tregon rastin e Shuaibit të profetit Shuaib, kur ai drejtohet popullit të Ekës, respektivisht popullit të Medjenit, ai thot kësaj thot. I thot auful kayla wala takunu min al-mukhsirin. Thot kur të matni drejt në peshoj. Kur të matni drejt. Keni vëmendjen. Matja e drejt tek peshoja është matja tek një sasi e vogël, jo tek një sasi e madhe. Për arsye se fjalabia nëse matën pa kilogram, aty disa gram janë që vidhen. Sepse realisht një vjedhje e madhe mund të vihet re.
Më thonë, Allahu e porosit këtë profet, mi eduku njerëzit e që kjo fjala bie pa gram që dikush që aty e sheh fitimin. Thot, matni drejt edhe mos u bani prej të humburve. Pastaj thot, wazinu bil qistasil mustaqim, matni me peshojë të saktë. Matni me peshojë të saktë. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin. Mos ju vlerësoni njerëzve vlerat që i kanë, domethënë që sendet e tyre. Edhe mos bani do thot fesad në tokë, mos bani prishje në tokë. Çka ndodh? Populli e Ikës nuk i bindën Shuaibit alayhis salam, edhe nuk ullzohen, pastaj Allah subhanahu wa taala i dënon. I dënon me një zëtësi të madhe që pastaj nuk ju ban dobi as uji, e pastaj ata gjejnë një farë strehe, kushtimisht thonë, në një re, edhe pastaj ju vën dënimi Allah subhanahu wa taala prej qiellit edhe shkatërrohen. Keni vëmendjen. Shkatërrohet një populli i Ikës, edhe kjo ka ndodhur shkaku i prishjes së parimit të drejtësisë. Shkaku i prishjes së parimit të drejtësisë. Domethënë, drejtësia në peshoje është koncepti bazë, domethënë, prej bazave që ne evidenton Kurani pse është dënuar populli i Ikës. Pastaj vjen arsyeja fundamentale pse janë dënuar ky popull, është që ky popull s'ka marrë drejt në peshoje, ky popull s'ka marrë drejt në peshojen besimore. Do thotë, edhe të koncepti i kredës, edhe i besimit, edhe i përcaktimeve të tyre shpirtërore këta janë pa drejt. Ky nuk u koni pa drejt vetëm që s'ka marrë saktë tek pemë dhe perimet, po s'ka marrë të drejt edhe tek bindje dhe besimet. Dhe i gjejmë që imagjino, domethënë një popull që në atë kohë relativisht mund të konsiderohet popull shumë i qytetëruar, do thotë për kohën kur kanë jetuar, popull shumë i civilizuar, popull me shumë arritje, megjithatë kanë adhuruar një pemë. Ika ka qenë një pemë. A ka padrejti më e madhe se sa në vend që me adhuru Zotin e pemës, këta e kanë adhuru pemën. Edhe Allah subhanahu wa taala nuk i ka arsyetuar. Allah azza wa jalla nuk i ka arsyetuar as për matjen me padrejti tek peshoja, pa as me matjen me padrejti tek çështja e besimit. Ne kisha pas dëshirë këtu me pas një ndalje, pikërisht për ta pa që padrejtia më e madhe ekziston padrejtia kur nuk mosmi sakt në çështjet e besimit. Dhe padrejtia më e madhe kur e prishmi peshojen e botkuptimeve, kur e prishim peshojen e besimore. Thotë Allah subhana, teksa na tregon se si Lukmani e ka këshilluar djalin e tij, ka thonë ja bunayya la tushrik billah. O birim kur mos i përshkruaj Allahu subhanahu wa taala ortak, mos i bën shirk Allahut. Mos e adhuro dikë tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala, inna shirka la dhulmun adhim. Dije se shirku është zullum i madh. Zullum i madh, shirku, me besu dikën tjetër krahas Allahut, me adhuru dikën tjetër krahas Allahut, me lut dikujt tjetër krahas Allahut, është padrejtësi e madhe. Sa Allah subhanahu wa taala këtë rast e quan zullum, sepse nuk ki qysh me e pa ndryshe. Do thotë, Allahu të furnizon, ti adhuron dikë tjetër krahas Allahut. Allahu të sjell në ekzistencë, ti adhuron dikë tjetër krahas Allahut. Zoti ty ta jap frymën, ta jap jetën, ta jap sistemin, ta jap ligjet fizike me të cilat funksionon, ta jap kozmosin shërbimin tan, gjithçka është në favorin tan, edhe mos në fund me adhuroni krijesë për krijesave të Allahu subhanahu wa taala. Thotë Allahu azza wa jalla, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i bani Allahut shirk. Mos adhuroni dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Domthonë drejtësia është tek tauhidi. Drejtësia është tek besimi në Zotin një. Drejtësia është tek besimi që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Dhe padrejtësia është tek shirku, tek adhurimi dikujt tjetër krahas Allahut dhe besimi dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Por rikthehena tek ajo pjesa fillestare që patëm në trajtesë, çka është padrejtësia. Dietarët islam, kjo është prizëm islam, po mbi një rrjedh të kapshme logjike. Për definicionet që i kam përmend tek padrejtësia, për me kuptu tash në bazë të kundërtës, duke u referuar të kundërtës, e kam thonë që padrejtësia është me vendosur në diçka jo në vendin e vet. Me vendosur në diçka jo në vendin e vet. Domethënë, adhurimi është e drejtë e Allahut. Kur ti këtë adhurim ja le dikujt tjetër, ja kushton dikujt tjetër, e ke vënë në vendin e gabum. Kjo padrejtësi. Ose me thjeshtu ndoshta në shembujt e tonë përditshëm, do të thonë meritë jotja është filan veni i punës për shembull, në bazë të meritokracisë, në bazë të shkollimit tan, përvojës e kështu me radhë, është e jotja ajo. Kjo drejtësia, nëse çat vend punë e merr dikush, ajo është padrejtësi. Nëse çat vend ti ke plotsu kushtet, dikush nuk i ka plotsu, me pa të drejtë nuk i ka përmbush kriteret, këtë rast është domethënë padrejtësi. Me vendosni diçka, me lëni diçka, me allon dikujt një diçka, e cila nuk është e drejtë e tij, merit e tij, kjo është padrejtësi. Kjo është çësia e parë. Çësia e dytë është me e kalu kufinin. Diku diçka është në rregull, a mo në rregull deri diku.
Kur kalohet që deri diku, kur kalohet që kufi, kemi të bëjmë me padrejtësi, edhe qasja e tretë është kur domethënë zaventësohet e vërteta me të pavërtetën, ku kalohet tek e pavërteta duke e injoruar domethënë të vërtetën. Me cilin do për këtyre përkufizimeve. Nëse e shikon çështjen e tauhidit dhe shirkut, e kupton që tauhidi është drejtësia, edhe shirku është zullum. Është zullum sepse po zaventësohet, thot Allah subhanahu wa taala me krijesat. Është zullum sepse po të kalohet kufini. Është zullum sepse adhurimi që i takon vetëm Allah subhanahu wa taala po i kushtohet dikujt tjetër krahas Allah subhanahu wa taala. E shënon Imam Buhariu dhe Muslimi për Abdullah ibn Mesudit, thotë një shkova dhe pyeta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thash o i dërguar Allah, cili është mëkati më i madh? Cili është mëkati më i madh? I dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Do të është me i përshkruti Allahut ortak, me i bë Allahut shirk, me adhuru dikant tjetër krahas Allahut, ndërkaq ai ty të ka kriju. Se i thotë kështu, ndërkaq ty të ka kriju, do me prut te koncepti i drejtësisë, a e drejtë kjo? A është e drejtë me adhuru dikant tjetër krahas Allahut, ndërkaq Allahut ka kriju. Pastaj i thotë, pastaj dërguar Allah, cili është mëkati më i madh mas shirkut? Thotë an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'ak. Thotë është ta mbysësh fëmijën tënd nga frika që ka më hongër me ty. Do thotë nga frika e varfënisë, që ai do thotë kushtimisht thon ka më hongër për rrezikut tan, apo ti nga kjo frikë domthon me evra, ka padrejsi më të madhe. Domthon qartazi është e kuptueshme që ka padrejsi më madhe, se fundja ti nuk je ai që e krijon. Nuk e ki drejtën ti as, domthon jetën ja ka dhënë dikush tjetër dhe ti nuk i drejt me amor jetën. Apo nuk është e padrejtë me amor jetën. Domthon e para është e padrejtë me adhuru dikon tjetër krahas Allahut. Është e padrejtë me amor jetën dikujt. Edhe treta thotë, mëkati i tretë thotë entuzani halila tajarik. Edhe thotë të bësh amoralitet me bashkëshortën e fëmijës tën, kushijës tën. Sepse është shumë e padrejtë, sepse një fëmijësi e mirë është një fëmijësi e ndërtuar mbi parimin e sigurisë. Mundi njerëzit sigurt për njëri tjetrit. E nëse ka shkuar deri në atë shkelja e sigurisë së tjetrit, saqë e prek edhe deri në ti, kjo është shumë padrejësi e madhe. Është shumë domthon, ta kushtimisht thon, e ndajnë vetëm një hapësirë për afër të bashkërisht. Ambientin privat secili ka privat. Me po e ndajnë një lagje bashk, apo? Edhe këtu ekziston një parim që për me mujt me funksionue, mu harmonizu mirë lagja, do të me pas drejtësi. Është shumë e padrejtë, do thot me prekën në derin e tjetrit. Kështu që i dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam na sjell 3 shembuj për me kuptuar që do të thonë koncepti i shirkut, koncepti i adhurimit të dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Problemi më të madh ka te padrejësia. Do të thonë është aq e rëndë, domethënë si mëkatem, është aq e rëndë si mëkatem, sepse domethënë ka të bëjë me padrejësi. Ndaj duke qenë padrejësi kaq e madhe, Allahu subhanahu wa taala nuk e fal si mëkat. Allahu nuk e fal shirkun sepse është zullum i madh, është padrejësi e madhe. Thot Allah te baraka taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal shirkun. Nuk e fal ti bëhet aty shirk. Çka ka mëkat krahas këtij, e fal nëse do Allah. E fal nëse do Allah subhanahu wa taala. Duke qenë shirku kaq padrejësi e madhe, e ka bë Allah subhanahu wa taala si rregull që kushdo që i bën shirk Allahut, në moment që i bën shirk Allahut, këtë veprat që i ka bën i shkatërron. Këtë veprat e mira, këtë adhurimet, këtë bamirësit, pa marrë parasysh çfarë vepre të mira ka bën. Në moment që i bën shirk Allahut, ato shkatërrohen në plotësi. Thot Allah subhanahu wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nëse ata i kishin bërë shirk Allahut, kushdo koft, thot kishin me u shkatërru krejt veprat që i kanë bërë. Madje me këtë domethënie Allahu e ka kërcënuar madje edhe profetin e tij që la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Me bë shirk, këtë vepra jote domethënë shkatërrohet. Aq është padrejësia e madhe do thotë shirku, saqë Allah subhanahu wa taala qartazi ka bën në Kur'an që kushdo që i bën shirk Allahut e ka haram xhenetin, e ka të ndaluar xhenetin, e ka të pamundshëm xhenetin. E ka do thotë rreptësisht të pamundshëm do thotë me hyn xhenetin Allah subhanahu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar. Kushdo që i bën shirk Allahut e ka haram xhenetin. E ka haram xhenetin, edhe veni i tij është zjarri. Do thotë veni i tij është zjarri, e ka haram xhenetin, veprat i shkatërrohen, nuk i falet si mëkat, krejt kjo se kjo është padrejësia më e madhe që mund të ekzistojë. Ndaj, nëse kjo padrejësia më e madhe, atëherë drejtësia më e madhe është domosdoshmë tauhidi. Dhe nëse drejtësia më e madhe është tauhidi, atëherë bukuria më e madhe
E drejtësisë e Islamit është pikërisht do thotë pjesa besimore, pjesa e besimit pastër në Allahun subhanahu wa taala, domethënë kjo jep bukurinë madhështore fesë Allahu subhanahu wa taala, do thotë fundamenti parimi fundamental i Islamit që është domethënë drejtësia. Kena me vëre inshallah në çdo ordres, në çdo dalesë, në çdo dispozit, çdo normë të fesë Allahu subhanahu wa taala ka më na shoqërua pikërisht ky në vizim se këtu vihet re drejtësia dhe rrjedhimisht bukuria e fesë Allahu subhanahu wa taala. Kjo në vëllezër dhe motra është vetëm një hyrje, saktësisht tutje shembujt do të jenë shpërndar në ligjërata, mirë po për ta përmbyll ju ftoj që të reflektoni tutje madhështinë e drejtësisë Allahu subhanahu wa taala dhe parimit të drejtësisë në fenë e tij, duke ju referuar një hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e transmeton prej Allahu subhanahu wa taala, mirë po për ta reflektuar duke kujtuar absolutësinë e Zotit. Do thotë Allahu është absolut, Allahu është i përkryer, askush nuk e detyron Allahun për kurrë, askush s'ka fuqi me e sfidu Zotin për diçka, mirë po vini re çka thot Allahu subhanahu wa taala. Shënon Imam Muslimi për Abu Dharrit, ai pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndërka që ai për Allahu subhanahu wa taala, që Allahu ka thonë ja ibadi, o ju robërit e mi. Do thot na thret me emrin e vërtet tonin, na krejt jemi robër të Allahut, edhe jemi krijesa të tij, që i bie ai bën me neve çka do. Kur kush synon Zotin me bëj çka do me neve. Thot o ju robërit e mi. Inni harramtu dhulma ala nafsi. Unë ja kom bë haram vetës padrejsinë. Do thot këtë sunjavë ndalon dikush Zotit. Pas nuk menohet Zoti që mund të më bëj padrejsi. Me pa Allahu na shpërfaq absolutësinë e tij. Edhe për sërinë e emrave dhe cilësive të tij, kena kallëzuar se unë ja kom ndalu vetës. Do thonë jeni të adhuroni Zot drejt. Jeni të adhuroni Zotin se nuk e hu asnjë vepër. Thot unë e kom bë haram për vetveten time, e kom ndalu vetvetes domthon padrejsinë. Thot wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Po edhe mes jush e kom bë haram. Do thot padrejësia është ndaluar edhe robërit mes veti, njerëzit mes veti. Fala tadhalamu. Mos i bani njëri tjetrit domthon padrejësi. Imagjinoni, Allah subhanahu wa taala na edukon duke na ftu me e pa parimin e drejtësisë, duke e mendu absolutësinë e Zotit. Do të thonë ky Zot absolut, që është i plot fuqishëm, që askush s'e nal për kurrë, askush s'e sidon për kurrë. Ky e ka bërë, do thotë, për vetveten e tij domthonë të ndaluar edhe të haram, do thotë padrejsinë. Dhe kjo është Zoti jonë që na ka shpall Kur'anin, na ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo fe bukurinë më dukshme, bukurinë më të lehtë kuptueshme, të lezueshme të saj e ka pikërisht do thotë bukurinë e drejtësisë. Lutë Allahun subhanahu wa taala me na bën njerëz të drejtë, na mësoj me jetu me parimin e drejtësisë, edhe me e gjetën, me mëshirë dhe drejtësi faljen edhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.